Jemi në studio bashkë, tani është koha që të ndalim e të flasim pak për gjimnazet e Kosovës. Radha është për Ferizajnë për herë të parë në këtë cikël të promovimeve të shkollave të mesme, para se të vijmë përfaqësuesit në studio, ne shkojmë atje për me storjes të ndjekim si është procesi mësimor gjatë një dite në Kuvendin e Arbrit. Gjimnazi Kuvendi i Arbrit në Ferizaj është gjimnazi shkencave natyrore dhe ne sot kemi ardhur këtu që ta shohim se si e kalojnë nxënësit e kësaj shkolle një ditë mësimore. Unë jam Edina Zymiri, nxënëse e Kuvendit të Arbrit në klasën 11. Jam po ashtu kryetare e klasës 11A7, ku përfaqësoj klasën në mënyrën më të veçantë dhe më të mirë. Jam shumë mirënjohëse që jam sot para jush për me jap një intervistë për shkollën tonë. Qysh e kalon një ditë në gjimnazin Kuvendi i Arbrit? Një ditë në gjimnazin Kuvendi i Arbrit fillojmë në oraret mësimore, ku janë ndërrimi i paraditës dhe ne i pasditës. Fillojmë me lëndët mësimore, kemi aktivitetet e ndryshme, kemi ku të kalojmë dhe pushimet me shokët dhe shoqet e klasës, po ashtu edhe me gjeneratës tonë. Kemi aktivitetet të ndryshme, si për shembull në sport, në teknologji, ku kështu na kalon dita në shkollë. Unë jam Orti Ramadani, jam nxënës në shkollën Kuvendi i Arbrit dhe po ashtu jam përfaqësuesi të gjitha klasave të 10-ta apo gjeneratës të 10-tave. Am tregon pak cili është kujtimi më i mirë që të kam mbet gjatë këtij viti, se je në klasë 10, apo? Një kujtim i mirë u mbet dita e parë e shkollës, arritja për herë të parë në ambientin shkollor, po ashtu edhe gjetja e nxënësve të klasës time, të klasës së 10-s 6, takimi me profesora, takimi me lëndët mësimore të reja si psikologji e të tjerë dhe po ashtu është një kujtim i mirë për shkak se është një fillim i një etape të re të jetës time. Cila është lënda që të pëlqen më shumë ti? Unë të themi se lënda që më pëlqen më së shumti është historia, për shkak se gjithë më ka interesuar si lëndë. Cila është lënda që duket më e vështirë? Ndoshta matematika. Unë jam i mirë në matematikën, po disa sanet që i mësojnë në klasën e 10, ndoshta mund të jenë edhe të vështira. Unë jam Ilsa Luzha, jam nxënëse e Kuvendi i Arbrit dhe jam në klasën 11A3. Ilsa, më tregon qysh e kalon një ditë në shkollën Kuvendi i Arbrit? Po një ditë zakonisht fillon në ora 2 e fillojmë mësimin, i marrim 6 orë, çdo ditë kemi ka 6 orë, kaloj mirë me shoqni, kemi kujtime të mira, profat janë shumë të mirë, marrim mësim. Jeni tu përgatit tash edhe për klasën e 12, se është pak ma stresuese se këtë klasë të tjera? Po, e vërtet, tash fillon domethënë klasa e 12 prej shtatorit, normal do të më marr pak më seriozisht dhe çdo sen, më përgatit edhe për fakultet, me zgjedh një drejtim edhe më fokusu më shumë. A e ke vendos drejtimin të alo? Jo, ende se kam vendos, po mendoj diçka që ka me qenë ka shkencat matematikore, për shkak se edhe lënda jam e preferuar është lënda e matematikës. Ndoqëm kështu edhe atmosferën gjatë një dite mësimore në Kuvendi i Arbrit në Ferizaj. Vim për herë të parë nga Ferizaj një shkollë këtë të premtë e që në nderojmë në prezencën e tyre edhe zëvendës drejtori, një profesoresh, 2 nxënës maturant, pra kemi nga shumë këndvështrime për çka të flasim. Lejoni që fillimisht tu prezantoj me ta. Kemi zëvendës drejtorin e shkollës Adnan Hashani. Mirë se erdhe. Mirë qeta. Ne si ty kemi këtu. Profesoreshën e biologjisë Flak Muslio. Faleminderit. Kemi edhe nxënësit maturant Azra Muhaxhirin, Faleminderit për ftesën. Knaqësi dhe Erion Maliqin. Pra, unë mund të them me plot gojen që jemi me të gjithë nxënësit e Kuvendit të Arbrit, me që edhe ju të dy më thatë që keni qenë nxënës në këtë shkollë. Zëvendës drejtor, jeni përballë 2 nga plot gjenerata e maturantëve të cilët i përcallët këtë vit. Më tregoni çfarë gjenerate po ju len? Jeni kështu krenar me gjeneratën që përcallët? Po, faleminderit fillimisht për ftesën. Lutem, knaqësi. Po, domethënë me fillu nëse fillojmë vetëm domethënë gjimnazi Kuvendi i Arbrit. Është shkollë elitare në qytetin tonë. Edhe kemi qenë
këto vitet e fundit shumë të kënaqur me gjeneratën e fundit, se me të vërtet kanë qenë nxënës shumë të mirë, edhe kemi kalu jashtëzakonisht mirë. Do thonë, duke ju afruar mundësi edhe të shkollimit mirë, por edhe aktivitetet tjera. Kështu që jem krenar për nxënësit tonë që i përcjellin. Çka janë disa nga aktivitetet, cilat janë disa nga aktivitetet që konsideroni që u kanë ndihmu shumë nxënësve për të përgatitur më shumë për të ardhmen e tyre, ose që u kanë bërë thjesht të 3 vite shumë më kreative në aspekt, nuk e di që gjithmonë po vlerësohet akoma më shumë për pas mësimit teorike dhe ai i praktikës. Shkolla realisht ashtë është, bazohet në kompetenca. Edhe përveç mësimit ka dhe shumë aktivitete kulturore dhe sportive, cilat nxënësit janë shumë entuziast për me marrë pjesë, edhe me kryesinë e shkollës bëjmë shumë aktivitete, sportive, kulturore, cilat veshen me kompetenca tjera që i përgatit për jetën. Përveç landëve cilat, nashta do të flasë me shtjelloj ma vonë, këta e kanë, përveç landëve që i kanë bazike, si landë zgjedhore kanë pas edhe orientim karrierë. Super. I cile i kanë ndihmu për më orientu, në të ardhmen e tyre që ka me studiu. Kuvendi Arbrit, duke e ditë që është gjimnazi shkencave natyrore, profesoresha e biologjisë këtu mund të më thotë më tepër se sa kanë qenë nxënësit, jo vetëm kjo gjenerate maturantëve, po edhe të viteve të tjera, sa kanë qenë ata të përfshirë në biologjinë dhe do ishe krenare nëse dikush nga ta do të vazhdonte për studime biologjinë? Patjetër, nxënësit tanë të gjimnazit Kuvendi Arbrit kanë treguar rezultate mjaft mira dhe përpos kësaj mund të them se gjimnazi Kuvendi Arbrit është një gjimnaz shkencor i cili ka traditë dhe me të vërtet përgatit çdo vit kuadro të nxënësve të cilët realisht janë të përgatitur për studimet e nivelit akademik dhe kanë treguar gjithashtu rezultate të mira në pjesëmarrje të ndryshme të garave, kompeticione të shumta që janë realizuar në nivel vendi, në nivel republikan. Dhe pa diskutim kjo është krenari për neve. Megjithatë nxënësit për lëndën e biologjisë, nëse më duhet me shtu diçka, patjetër kanë tregu interes të kënaqshëm, sepse biologjia është shkencë e jetës dhe gjithashtu nxënësit janë të përfshirë në jetën e përditshme, në interesin për shëndetin, për trupin e njeriut dhe përpos kësaj mua si mësimdhënëse e biologjisë patjetër më lejohet të them që unë dëshiroj për më tepër t'i inkurajoj nxënësit e me që lëndën e biologjisë ta duan ju vetëm si lëndë shkollore, por si shkencë, sepse është shkencë e cila i shoqëron çdo ditë dhe i përgatit ata ta njohin botën për rreth tyre. Okej, dhe së kthehem pak te Azra dhe Rioni, që besoj gjysmën e emocioneve e kanë kalu, janë në prag të atyre emocioneve më të nxehta të testit maturës, po s'po e flas një herë këtë. Azra, ta nis me ty, çka ke mësuar gjatë atyre 3 vite? Dim që gjimnazi ndikon shumë në formimin edhe të karakterit të vetë nxënësve. Çka ke mësuar jashtë librave në Unë fillimisht gjimnazin Kuvendi Arbrit e kom pa gjithmonë si shkollë elitare, me nxënësat më të mirë, me sukseset më të larta. Gjithmonë kom pas qef me qenë pjesë e një shkolle ku ka disiplinë, ka rregull edhe normal niveli i arsimit është shumë i lartë. Kështu që e kom zgjedhë këtë shkollë për shkak që më kanë ndihmu shumë përveç mësimeve, gjithashtu edhe me përcaktuar të ardhmen. Gjimnazi normalisht hap shumë dyrë në të ardhmen, kështu që më kanë ndihmu shumë. Jashtë kësaj më kanë ndihmu edhe në krijimin e karakterit tim, edhe me njoft më shumë veten. Erion, zëvendës drejtori tha që përpos lëndëve të rregullta keni pasur edhe lëndë zgjedhore orientimin në karrierë. Ke qenë i paqartë me veten, pra është diçka që e ke eksploruar edhe ta ka ndihmu lënda zgjedhore orientimin në karrierë për ta ditë se ku përket ti? Po në fillim nuk mundesh me ditë me njëherë, në është i ko që përcaktohen ka dhe jo. Po janë të ralla, ata që janë kështu me talente të lindura. Për shembull, na i kanë jop një bollë shumë të fortë, edhe na i kanë zbulu, shembull dikujt ja kanë zbulu që mundet me pas një aftësi me një fushë tjetër, dikush me një fushë tjetër, a na ka ndihmu për shumë, domethënë na ka jop një bollë të fortë edhe na ka përgatitur për hopin e rrollës që kena me kalu. Anën tjetër, Azra, po e lën gjimnazin edhe me një pozicion tjetër, jo vetëm të maturantës, por edhe të kryetarës së shkollës. Cilat kanë qenë disa prej përgjegjësive tua
më sfiduese me këtë rol që ke pasë në shkollë? Me qenë kryetare e shkollës, njëjtën kohë, përveç se ka qenë një përgjegjësi shumë e madhe, gjithashtu ka qenë edhe një kënaqësi e jashtëzakonshme, për shkak që e kom pasat drejtën edhe mundësin që me I përfatsu zonin e nxënësave në mënyrën ma denjë të mundshme. Kështu që jam mundu që me qenë zoni tyre qoftë për kërkesa, ankesa, shqetësime, edhe pra thjesht që nxënësat me ndjetë vlerësum, edhe përveç kësaj me kriju një ambient sa ma pozitiv për nxënësit. Jeni përgatit për testin e maturës, cilat janë prej mendimeve që po ju vinë rreth sa më shumë që po afrohet data? Erion? A ke stres? Pak kanë stres I ketë, amo periodëve shtesë që I kena mujnë në shkollë, që na kanë ndihmu shumë profesor, nuk që kam edhe shumë stres, bese që kena me kalu mirë. Jena ma të përgatit. Jeni gati, okej. Këtu I bie që shkolla është kujdesur që të kenë mësime plotësuese për maturantët që I nështruan testit, ha? Po na jena mundu përveç landëve basë që I ka, sepse gjimnazi shkencor landë me ma shumë orë kanë prikrisht këto shkencore. Po natyrisht në basë e kanë edhe një landë që e zgjedhin që kanë me I përveç landëve basë. Kështu që jena mundu përmes profesorve mi afru nxënësve cilët kanë dëshirë për me ndjek dhe me thonë mësim shtus edhe për më përgadit për testin kombëtar. Kështu që besej edhe shpresej, gjithmonë kalushmërinë e kena pas rreth 95%, gjithmonë, në bas statistikave dhe me thonë, fundit edhe besojmë që ashtu kena me qenë edhe në këtë vetë. Dhe me thonë, jem pregaditur edhe nuk I kemi pregaditur. I besoni 100% Azrës, Erionit edhe gjithë të tjerëve që janë në këtë gjeneratë. Besoj thejna rekord kësaj here. Okej. Pa kalojnë edhe juve me që jeni ishë nxënës të vetë kuvendit. Vetëm na që se kena pas testin. Profesoresh, çfarë ndjenja është për ty me qenë edhe ishë nxënëse, po të njëjti gjimnaz ku sot ballafaqohesh me gjeneratat e reja, edhe ku e bën ndryshimin? Cili është ndryshimi I parë që ti e vëre në momentin kur futesh në klasë edhe ligjëron para studentëve, para nxënësve? Është nderë dhe privilegj me punu në vendin ku aktualisht punoj me ish profesorët e mi. Patjetër unë jam burim I gjimnazit shkencor Kuvendi I Arbrit dhe rrjedh nga një staf I përgatitur profesionalisht, ku vërtet kanë trasuar rrugën që ne të kemi një të ardhme të ndritur përpara. Përsa I përket nxënësve tanë, pa diskutim, te gjimnazi jonë nuk vrehet një diskrepancë e theksuar midis performancës së nxënësve, sepse këta gjithmonë kanë rezultuar me arritje të larta në përfundimin e testit të maturës. Megjithatë sa I përket ndryshimeve që ne kemi pas dhe I kanë këta janë gjenerate teknologjisë, janë gjenerate inovacionit edhe realisht janë lehtësisht të qashëm në burime të ndryshme në marrjen e informatave që ja u lehtëson pa diskutim edhe të mësuarit. Okej, le të shohim nga është fokusi më shumë I kësaj gjenerate. Para se t'i pyes Azrën edhe Erionin, zëvendës drejtor, besoj në bisedat e juaja me ta, I keni kuptu që nga anon më shumë. Pra, profesoresha thot që është një gjenerate teknologjisë, po jo më do mësë, mund t'jetë gjithë përfshirëse. Po menoj një trend I përgjithshëm, jo vetëm shkollën tonë, po veçanërisht shkollën tonë, është teknologji informative. Dhe me thonë, trita të përgjenë vetin, edhe ma mirë, ma letë, edhe ma shpejt, edhe po kanë mundësi, dhe me thonë, me punu edhe jashtë shtetit, punim në distancë, kjo po besoj që është fokusi kryesor I trive, dhe me thonë si përqindje më e madhe, po pastaj orientim tjetër është mjekësia, inxhinieria, arkitektura. Biznesin e keni lënë ju Ferizaja? Edhe biznesi natyrisht. Ajo qëndron numër ne. Biznesi është të shtëpia. Le ta vërtetoj me Erionin, se unë kisha mundësi pak para se të nisnin me transmetim drejt për drejt. Erion, cili është orientimi yt? Plani jam pas kalimit maturës është mi studimet universitare në fushën e ekonomisë dhe menaxhmentit, business management. Më pëlqen edhe më intereson se si funksionon biznesi edhe menaxhimi I kompanive, I projekteve, financave, edhe besoj që është një fushë shumë e mirë që më ndihmon gjatë karrierës me zhvillu edhe me çel biznesin. Besoj ke shembujt mjaftueshëm në Ferizaj të plot biznesmenve të suksesshëm atje. Ndërsa Azra,
teknologji, biznes? Unë për ndryshe kam dëshirë që me vazhdu me fushën e stomatologjisë. Normalisht është një drejtim që do më punë edhe angazhem, mirë po për dirisa është ai drejtimi që më ka flajt mu, mendoj që ja vlen. Nga të ka ardhur kjo? Prej e vogël, gjithmonë më ka pëlqy kjo pjesa e stomatologjisë, gjithmonë jam konë një vajzë që buzëqesh, ka energji pozitive dhe kom pas dëshirë që gjithmonë atë buzëqeshjen tam me reflektu edhe tek tjetre. Edhe keni buzëqeshje shumë bukur, së që mos ndalo së buzëqeshëri. Pra kemi nga Azra Erioni, po me siguri që si gjenerat do t'jenë, si që përmendet edhe ju shumë gjithë përfshirës në fushat tjera. Në anën tjetër, sa konsideroni ose si ka qenë bashkëpunimi Kuvendit të Arbrit me universitete, qoftë ato publike apo private, në mënyrë që këta të rinë t'i mbajmë këtu, e të mos na iken për një përvoj të re jashtë vendit, por të kthehen. Po edhe si nësans të shkollës tonë, shkollohën në Amerikë, në Evropë, për një vetë, pas taj kthehen, do kthehen edhe fillojnë me studiu këto, e do shkojnë pe këtu i vetëm kanë zgjedhë disa universitete në Amerikë, në Evropë. Një pjesa më e madhe natyrisht këto fillojnë, përveç universiteteve publik, kemë bashkëpunime shumë të mira, kena pas edhe me shpijen ku jem këto musafir, e cilin na ka ndimu edhe me trajnime Me kolegjin ABA? Po, me kolegjin, e cilin na ka ndimu në shumë dimenzione, edhe në ndim për orientim teste në gjitha gjanat. Kështu që po menoj që kanë shumë hapësirë ku me studiu, vetëm vullneti edhe dëshira. Që duket që e kanë. Nëse Azrën edhe Erioni i kemi përfaqësuesit më të mirë të gjithë gjeneratës. Profesoresh, sigurisht pas Azrës e Erionit vinë gjenerata, gjithmonë me synimin që t'ja të i kalojnë gjeneratës para prake. Cili konsideroni që është pika e fort e juaj asot, për edhe gjithë kolegëve tuaj në Kuvendin e Arbrit, si profesor, për ta bërë mësimin shumë atraktiv dhe gjithmonë në hap me kohën? Pa tjetër, se cila gjenerat ka karakteristikat e saj. Me gjithatë saj përket lëndës së biologjisë, unë mund të them që ngërshetimi i njohurive teorike me ato praktike është një nga qëllimet kryesore për mua, pra për zhvillimin e më të tjashëm të kompetencave shkencore të këta, dhe jo vetëm, unë më shumë se mësimdhënien më shumë se profesion, e kam edhe pasion për shkak sepse është mision për mua, është përgjegjësi e madhe që këta nxënës të kenë një të ardhme të ngritur përpara, dhe mund të them këtu lirshëm se shkolla jonë, do të thonë, ka përgatitur nxënës të cilës tashmë zotrojnë profesione të fushave të ndryshme. Ka shkencëtar, doktor të shkencave, inxhinier, mjek, jurist, ekonomist, të cilët kanë treguar mjaftueshëm rezultate pozitive. Zëvendës drejtor, një mesazh të fundit për maturantët e Kuvendit të Arbrit, ata që do ju bashkohen dhe ata që vjojnë në vitin pasues. Në shkollës drejtorisë të gjithë mësimdhënësve, unë i uroj që të kenë sukses fillimisht në testin e maturës, pasi që këto ceremonit e mramjes e këtove që i kemi përfundu, që të dalim suksesshëm, synimet të arrim, që thash edhe në fillim, bin 95% kalueshmëri, edhe t'ju plotësohen dëshirat e tyne për regjistrimin në fakultetet kur ta dëshirojnë. Ju sfiduan, thanë që do e thejnë rekordin, kështu që ndoshta shkojmë në 87%, cili është mesazhi yt për të gjithë bashkëmoshatarët e tu, maturant në gjithë Kosovën. Me besu në veta, mendoj që kjo është ajo pika kryesore që i vyn gjithë secilit, edhe normalisht mos me ndal me një gabim ose me diçka të cilën nuk e mujt me arrit. Me punë edhe me përkushtim besoj që mund dëshmi kry krejt. Kështu që mos më ndalë, se ardhmja është në dorë tona. Erion, diçka për fund? Po, si mesazh është mi ndjek gjithmonë me punu vazhdimisht për qëllimet e tua, mos më dorëzu para vështirësive edhe me shfrytëzu çdo mundësi që tu ofrohet gjatë shkollimit. Dhe para se ta mbyll, dua të bëj diçka shumë të rëndësishme, t'ju jap disa informacione rreth do, e cila sigurisht vjen në variante dhe formate më të ndryshme. Tani është do re, e cila ka ardhur
të gjithë trupin, vjen në formatin e sprejit, që është shumë i lehtë për të aplikuar në të gjitha pjesët e trupit, vjen krem me vitamina, është stik me aplikim të lehtë dhe në dispozicion janë 3 variante. Është originalja, aroma pastër dhe ikonike e Dove që njerëzit e adhurojnë, është aromë freskije bimore me livando dhe kamomel, arome freskët dhe frutore me mjedër dhe trëndafil, duke mos haruar edhe gamën për meshkuj, e cila është po ashtu e testuar dermatologjikisht pa alkohol dhe alumin, 0% iritacion në 3 variante vjen. Bambu dhe aloe, selvi detare, fik dhe kamoshi. Dua që taftoj Rita Belulin këtu di në fund, sepse për shkak çështjeve teknike është nxënëse maturante njëjtë si Azra dhe Erioni, që nuk ishte mundësi që t'jetë pjesë e bashkëbisedimit. Hajde të lutem këtu me mua, do t'jap mikrofonin tim për dhënë një mesazh me që nuk të mundësua dot për shkak të çështjeve teknike. Faleminderit shumë. Çfarë do të thuash gjithë maturantëve? Unë do t'i uroj mas pari suksese në universitetet ku ata do të studiojnë dhe po ashtu i uroj të gjitha të mirat në jetën e tyre. Faleminderit shumë Ritës edhe juve gjithashtu për prezencën, po ju lë me Arbrin, po patëm pak kohë. Natën. Vetëm në humba për e gjeda Dhe u gjë në një